Ditën sot e nis me dikë që ka vendosur të jetë me të vjetrën dhe ashtu siç është shprehur, e vjetra sot është dashuria, të qenit afër njerëzve, të qenit aty për ta kur duhet. Dhe këto të gjitha i ka përmbledhur në një pasion të ri, që shfaqet para njerëzve, por që ka ekzistuar gjithmonë, pasioni për librin. Kam shumë kënaqësi që ditën ta vijoj me Sonila Ristanin. Mirë se të gjetëm në habitat për të folur ashtu siç duhet për librin. Si e? Mirë se ju gjeta. Tani së pari, mua më habit shumë që vjen një libër tani me shumë pasion nga ti. Nga të erdhi, ku është fillesa, gjeneza e librit? Gjeneza e librit, në fakt është që në fillimet e mia, në shkollë të mesme unë shkruaja, në një vjersh, por nuk është se e kisha, domethënë të Nuk ishe menduar që të finalizoja dhe shkruaja. Shkruaja thjesht për qef, domethënë në momentet kur unë ndihesha mirë, e qetë, shkruaja, gjithmonë shkruaja, vjersha, në copa letre, gjithmonë. Ndoshta nga që profesionit jot ishte tjetër, apo jo? Në profesion çfarë? Unë kam mbaruar gjuhët e huaja dhe agrobiznesin. Në fakt, nisa agrobiznesin dhe vazhdova dhe gjuhët e huaja dhe nga italisht. Ndërkohë puna jote e përditshme? Puna ime e përditshme, tani kemi bërë disa punë, po aktualisht jam në punoj të osheja në administratë. Po si është përditshmëria jote, se kur mendon oshen, mendon një vend, mendon burokracinë, mendon këtë punën, ndërkohë nga ana tjetër ty të lind pasioni për të shkruar edhe për ta treguar me të gjithë të tjerët. Po, normal, tani, rutina e përditshme, si çdo njeri tjetër, normalisht është që punosh të bësh më të mirën tënde aty ku ti je vendosur të punosh, por kur gjej kohë të lirë me fëmijët, kur dal, kur ndihem mirë dhe qetë, më vjen vetvetiu një shpirt poeti, dhe ti je poet duhet të shpresh ndjenjat. Ndjenjat e pastra që njeriu mund t'i ketë në momente të caktuara. Diçka që të bën përshtypje është edhe mënyra se si të nisi ty, të nisi në punë apo jo, ky pasion, edhe mënyra se si e tregove, bisedat me njëri tjetrin, mes kolegësh. Rutina të rëmben, normalisht se çdo gjë, dhe ti kërkon më të mirën të bësh për punën tënde. Një gjë, o bëje mirë, mos e bëj fare, mos e bëj hiç. Kurse për poezitë e mia, që unë i finalizova në librin e vogël Princesha Angjëllore dhe Djejtë e Dashurisë, po. Nisi nga një kolegu im që botonte, është botues dhe e falenderoj shumë. Dhe më tha, son, ti shkruan her pas here në copa letrash të kam parë, pse nuk i mbledh dhe të krijosh një libër. Po për çfarë shkruaje deri atëherë? Përgjithësi për dashurinë edhe ndjenjat që kam për parefisin, për kolegët, për Zotin mbi të gjitha, për fëmijët e mi dhe për diellin, detin, për gjithë bukuritë natyrore, normalisht. I hidhen copa letra, i mblodha të gjitha dhe u finalizua libri. Ajo çfarë më bën përshtypje the që shkruaj për dashurinë që kam në zemër, për dashurinë farefisnore. Në ditët e sotme, që është me të vjetrën, që në ditët e sotme është pak e vështirë të gjesh këtë dashurinë farefisnore, është pak e rrallë. Mua më ndodh për shembull që kur them që u mblodhëm i gjithë fisi, thonë që si ka mundësi se është pak e vështirë të mbledhësh, të dish ku është kushëriri, halla, xhaxhi, ndërkohë për ty janë aq të rëndësishëm se i shkruan edhe libër. Janë shumë të rëndësishëm vërtet. Unë prandaj kthehem her pas here në shpirt fëminor, sepse të jesh i rritur dhe të jesh fëmijë njëkohësisht është një gjë shumë do të jesh shumë e fortë për t'i përballuar të dyja. Mendon që ti e ke arritur e ke ruajtur edhe fëmijën? E kam ruajtur shumë. Po çfarë bën për ta ruajtur? Po kur jam në kohë të lirë, thash kur frymëzohem normalisht, frymëzohem edhe nga fëmijët e mi, shumë. Edhe gjithmonë, ndoshta është dhe ajo gjëja që unë kur kam qenë e vogël, ndoshta e kemi jetuar tamam fëmijërinë, jo si këta fëmijët e sotëm që janë ndoshta dhe të përkëdhelur me kushte, ndoshta dhe më të mira se tonat, por me thënë të drejtën unë fëmijërinë time kam jetuar shumë, ndoshta kam pas dhe gjyshe në shtëpi. Edhe ke shijuar? Dhe kam shijuar, maksimum kam dhe një motër. Se para sa të shkojmë te motra, si është të rritesh me gjyshe në shtëpi? Është një mrekulli. Është një mrekulli të ledhaton, unë kam qenë me vogla dhe të jesh e përkëdhelur, të jesh e shijon fëmijërinë, domethënë. Jam rrit një fëmijë
lumtur. Me që jemi këtu se ditë sot me shumë diskutohet për jetesën me gjyshërit, sa e vështirë është, çiftet e reja nuk kanë shumë dëshirë që të jenë me familje, duan të jenë vetëm me familjen e tyre të vogël. Si e sheh vet? Edhe në drejtën, unë kur kam krijuar familjen time, të vogël të madhe, mund ta quaj, kam 2 djem dhe burrin, e kam dashur të jetë në shtëpi dhe vjera dhe vjeri. Kise si kam afër, jemi në një qytet, por unë kisha dashuri, nuk e kisha problem fare dhe po të ishin ata në shtëpi, domethënë se të falësh dashuri dhe të kesh mirënjohje për ata që neve na kanë bërë kokën, normalisht është një gjë shumë e mrekullueshme. Poezia që ke për tezet edhe hallat dhe nis tezet tona janë të rralla si ato zanat në përralla. Mjalti kanë ato fjalët, por si baklava me arra. Dhe diçka tjetër që më bëri përshtypje në këtë poezi është të gjithë kanë teze halla, këtë unë e di. Por si këto fëmijët përbes ka njeri. Tani çfarë kanë këto tezet hallat e tua që si ka njeri? Sepse dhe tezet se po pus në konkurrencë të mijat. Dhe tezet dhe hallat e mia janë po njësoj, vazhdojnë të shprehin dashurinë po njësoj, pa kushte, pa interes, siç ka ardhur koha sot që normalisht njerëzit sot janë bërë me interes, por nuk patën interes, nuk të falin as dashurinë. Për çudi, kjo ka ardhur kështu. Kurse këto tezet e mia janë dhe hallat e mia janë dhe gjyxhallarët, pavarësisht se ka prekur çik, por janë aq të mirë, janë aq të dashur dhe ne vazhdojmë marrëdhënien njësoj siç kemi qenë të vegjël. Si jetojnë ata? Gjithandej dhe në jashtë Shqipërisë dhe brenda Shqipërisë. Po, arrini të gjeni kohën që përtej të gjitha atyre gjërave që ndodhin në përditshmërinë, të gjesh kohën për të shkuar për të takuar tezën, hallën, të xhajin, ndajën, ndërkohë që ke edhe fëmijët tu, ke vjerrën, e me radhë? Të gjithë kanë kohën e vet. Kushdo e gjen kohën? Kushdo e gjen kohën, fiks. Edhe pse është, domethënë, rutina e përditshme është, domethënë, është bërë shumë ngarkesë e madhe, një rutinë shumë e ngjeshur, por ti kur e mendon që ato ditë ke vendosur që ti do gjesh kohë për xhaxhin, për dajën, për hallat, për tezet, unë me tezet e mia janë shumë e lidhur dhe me hallat dhe flas pothuajse çdo ditë. Vërtet. Pothuajse sikur edhe ti dëgjoje, jam mirë, je mirë ç'a bëre sot, ç'a gatove sot. Do në telefonata jote me hallën dhe tezën nuk mungon as sot e kësaj dite. Jo. Biles mund ta shikosh, është duke vazhduar të më shkruaj dhe tezja që e kam në greqi, tezën e vogël dhe tezja tjetër, domethënë që janë aktualisht. Domethënë gjithmonë, para 24 minutash. Po, është shumë kontakt të avion gjatë gjithë kohës, është e habitshme që sot e kësaj dite, se dakord kur jemi të vogla që jemi në kontakt me ta, ma kur e mendojmë që jeta fillon edhe merr përmasa të tjera fantastike që ruani marrëdhënien me njëra tjetrën. Nuk ka pastaj mbi të gjitha dashuria dhe normalisht ku ka, po fali dashuri do marrësh, dashuri do të kthehet mbrapsht e gjë. Ti je mbesa e preferuar apo edhe të tjerët kështu janë në familjen tuaj, edhe një për mbesa të tjerë janë kaq në kontakt? Ne kemi pasur gjyshe në shtëpi. Dhe gjyshja jon i donte gjithë, kishte një zemër të madhe, e zgjuar shumë, jo se gjyshet e tjera s'janë. Por po jo, ai sa gjyshja jote do thuash ti. Gjyshja ime, domethënë kishte një zemër të madhe, ne jemi shumë një për mbesa, por ne na kishte në shtëpi dhe jemi 2 goca, që si motrën e madhe, si mua, na kishte shumë për zemër normalisht dhe na mësonte, na qortonte, na edukonte, na falte shumë dashuri. Kështu që ashta mi parajs. Kështu që po besoj që do ishte më së krenare kur shikon që ke trashëguar cilin virtyt të saj sot. Mirënjohjen, dashurinë, respektin, dhe të kesh një karakter të fortë, ti jesh vetvetja, domethënë është një gjë shumë, duhet të kesh shumë guxim që ti kesh këtë. Përmende disa herë motrën, vajza e madhe dhe është publike në fakt për të gjithë sepse është, do thoja, gazetare e pashoq, edhe që është nga ato misionaret që mua më ka rastisur që të jem në kontakt me të dhe ta shikoj që të gjithë njerëzit, momentin që shikojnë apo edhe kur ka qenë edhe mikeshe dita jonë në emision, njerëzit e duan edhe i shprehin hallet vazhdimisht, sepse e konsiderojnë si një vend të shenjtë për të shprehur. Së pari duhet të di edhe marrëdhënien tuaj. Motra ime normalisht është kolegja juaj dhe është personazh publik. Juli Ristani për të gjithë. Faleminderit. Është një motër dhe ajo është motër shumë e rrallë, shumë e veçantë. Jo se motrat e tjera s'janë, domethënë të kesh një motër është tamam, domethënë kush ka motrën, botën ka. Është sherbet për baklava.
Kështu që Juli, unë marrëdhëniet me Julin i kam shumë të mira. Shumë të mira. Dhe edhe ajo më ledha tonë goxha më përkëdhel shumë dhe kujdeset shumë për mua. E gjen kohën gjithmonë për mua. Po kur ishte të vogla, zjeshet me çik, bënte Juli si e madhe e shtëpisë apo si? Bënte shumë, gjithmonë donte ti mirë, donte ishte e para në çdo gjë, sepse normalisht ishte e para. Dhe unë që e toleroja, nuk është se... E ke lënë ti se ndryshës do shkonin shumë. Unë e toleroja. Edhe jemi pasi, çdo fëmijë jemi zënë, patjetër, loznin, argëtoheshim në mënyrat tona nga më të ndryshme. Po sot jeni por gjithmonë ajo shpikte gjëra, gjithmonë ka qenë domethënë udhëheqëse në gjërat dhe shpikte gjëra që të linin domethënë që në atë kohë të linin të çuditur, të habitur, sepse ishte një kreativ, krijonte shumë gjëra. Që e vogël ka krijuar shumë gjëra dhe ajo. E kishte të ditur. Kishte pasion. Po pas kur rritet të bëhet shoqe shumë të mira për njëra tjetrën. Shoqe shumë të ngushta, po, shoqe shumë. Çfarë keni ndarë, çfarë periudhe të vështirë keni ndarë me njëra tjetrën që si motra nuk të kupton askush? Është e vërtet. Po ka pasur në më të ndryshme gjërat që ndodhin në çdo familje. Okej, ti gjën ndihesh keq edhe ku ta gjej unë derën të trokas që të dëgjoj, domethënë kush mua do më ngushëlloj me fjalët e saj, me përgjigjet e saj të mrekullueshme, me dashurinë e saj, me të më japi këshillat e vyera. E kush më mirë se Juli mund t'i japi ato. Të bën kritika apo është? Më bën shumë, po, më bën. Patjetër që më bën, ne nuk jemi, do të jemi pa filtra. Ne jemi pa filtra. Fare, çfarë të vjen thua siç të vjen. Po më bën kritika në përgjithësi. Duhet të kesh kujdes këtu, duhet të kesh kujdes këtu. Mos je kaq drejt për drejt sepse bota është, kurse unë nuk e di her pas here më futet vetvetiu ajo ndjenja e fëmijërisë. Po ti je fëmijë, do me thënë je i pa të keq. Unë e kam shprehur dhe atë gjatë. Kur je fëmijë, je i çiltër dhe kur ziheshim të vegjël, do me thënë ti e di si është ajo pjesa që fëmia nuk e mban më rinë sepse është fëmijë, është i pastër. Dhe gjëja më e bukur që ne kemi këtu në tokë, dhe Zoti thot, fëmijët dhe lulet janë parajsa mbi tokë. Tamam. Është e vështirë që të vish nga Flora me të gjitha vështirësitë, të vish më pas në Tiranë për të vijuar studimet, që këtë rrugtim si thua, që keni pasur bashkë me njëra tjetrën. Sa e vështirë ka qenë për ju që t'ja dilnit në fund? Dhe doja në të njëjtën kohë ta lidhja edhe me faktin që Juli më pas edhe puna në televizion e bëri edhe të njohur, njerëzit e donin, si ka qenë për ju të dyja më pas ai triumf që e ke gëzuar shumë edhe ti? Ajo paraprin si gjithmonë paraprin. Ajo ka qenë e para që i kaloj sfidat dhe vështirësitë këtu në Tiranë dhe atëherë ishin kohët akoma dhe më të vështira, jo kaq të lehtësuara sa që janë sot. Dhe sot njerëzit lëvizin dhe me makinat personale, atëherë dihet që s'kish vinim 5 orë me autobus. Pastaj prindrit tanë të mrekullueshëm, i matë është arsimtar, mamaja ime është mjeke, ka ndalë pension aktualisht. Dhe gjej rastin i falenderoj shumë për çdo përkushtime, për çdo edukate, për çdo gjë që na kanë dhuruar, na kanë falur, si çdo prind që mund të bënte për fëmijën e vet. Juli në fakt ka ardhur në konvikt, kemi qenë, dhe deri në vitin e tretë ka qenë vetëm me shoqet e veta. Pastaj më erdhi mua dhe unë prapë e gjeta të shtruar. Siç ishte bërë ajo hapin. Ajo kishte bërë hapin gjitha dhe unë nuk e kam ndier fare sepse i me motër prapë mburoj. Gjithandej mburoj, heroin. Dhe të thosha. Prindrit tuaj merakun për 2 goca? Shumë, sepse kur themi ne me zor na kanë rrit me sakrifica. Patjetër kishin merak sepse të vish vetëm në një qytet tjetër, normalisht ka qenë dhe vështirë. Pavarësisht se njerëzit sot shkojnë dhe jashtë shtetit, kanë kushtet, komoditetet, por ti po të kesh krijuar atë edukatën, ato të dëgjosh rregullat, ato kritikat, ato çdo gjë që prindi ty ta ka thënë, e vën vath në vesh dhe ti ecën gjithmonë me hir të Zotit, ti ecën në rrugën e drejtë, po ecën përpara. Ndërkohë, më pas si dhe jote vijon edhe në dashuri, ti gjen shokun tënd të jetës, nëse do e quajmë kështu, dhe krijoni familjen tuaj të vogël. Dua të di më shumë edhe në momentin e parë që të bëri zemra bam, se ti ke shumë dashuri për të dhënë, edhe sidomos për njëri që do ndash jetën me të. Vërtet. Në shkollë të lartë kam qenë,
me shoqet e mia, kur e kam njojt dashurin time dhe me dashurin time eca, e njojta në fakultet dhe vazhdoj dhe sot e kësaj dite dhe kam 2 fëmijë të mrekullueshëm. 2 çuna. Më fol pak edhe për ndjesin tënde të një nëne, 2 çuna që presin nga ty, marrin shembull nga ty, patjetër edhe nga bashkëshorti, ato sfidat ndoshta tuat edhe për të qenë një mama e mirë, edhe për të qenë aty ku duhet për ta. Kanë qenë sfida të mëdha, si çdo familje, do të thoja, për të mos qenë egoiste, dhe ka qenë shumë e vështirë se të rritesh fëmijët vet. Në këtë kohë që ka ardhur, normalisht duhet shumë guxim, duhet shumë fuqi, duhet të kesh shumë dhe rregullat duhet t'i rreshtosh të gjitha që ti mbash dhe të disiplinuar fëmijët. Por fëmijët e mi, si janë rritur tash, fal Zotit, i vogli është 12 vjeç dhe i madhi është 20 vjeç. Ish me jetë. Faleminderit. Është inxhinier i suksesshëm te Politeknikumi, Danieli, dhe Samueli në shkollë Atzef Plumbi. Dhe ti shijon shumë sukseset e tyre? I shijoj shumë, i bërtas kur është gabim, i përkëdhel kur duhet dhe luaj njësoj siç luajnë ata. Kur luaj bëhem fëmijë me të vërtet fëmijë. Në zyrë jam serioze ashtu siç duhet të jem, kur ka momente humori, dakord, por me fëmijët unë e shijoj. Bëj dhe si bën i vogli, bëj dhe si bën pak më i madh. Pra ne mund të shohim disa versione të Sonilës, atë në zyrë që është serioze dhe shumë e përkushtuar në punën e saj të përditshme, pas atë që është edhe lozonjare, edhe si fëmijë me fëmijët e saj që do t'i shijoj. Besoj njëkohësisht njësoj mund t'jesh edhe për prindrit që për ta do t'jesh lozonjare, t'jesh aty përkëdhelen fare aty. Aty me Julin dhe me prindrit përkëdhelen fare. Aty është momenti jot kulminant. Dhe me Krishtin dhe Biles dhe gjithë parafisi që kam edhe jashtë shtetit, kur vinë, domethënë thotë, duam të përqafojmë se ti na përcjell dashurinë. Po ndodh njësoj tani, unë jam e bindur që që duhet jesh ti ajo që je preferuara e fisit, që merresh dhe në kontakt me ta gjithkohës. Nuk janë të gjithë një përembesa. Me gjithë modestinë. E gjithë modestinë. Nuk di të ta përcaktoj tamam, po unë e ndjej që... Një pëllum më ka thënë që je ti. Një njeri shumë i rëndësishëm i joti më ka thënë që je ti ajo që je në kontakt gjithë kohës me fise, shoqëri e miq, kështu që na vjen të themi bravo patjetër për atë që ruan edhe e përcjell në të njëjtën kohë. Faleminderit shumë. Për të ndryshuar, për të shkuar në një temë tjetër ku në ditët e sotme, secili, ose dëgjojmë her pas here tema ku flitet për vjerrin, për vjerrën, problemet me styre, si mundohen të shmangen, se si kanë probleme me njëri tjetrin, ndërkohë ti ke bërë edhe poezi për vjehrit e tua, dhe në fillim na e thej që ti doje që të jetoje me ta. Tani së pari si është marrëdhënia jote tashmë me vjerrën, po ndoshta për të kthyer edhe më para me atë fillimin, se besoj i ke konsideruar edhe ti të dy si prindrit e tu në fillimet. Patjetër, gjithsa kam bërë burrin tim aktual, normalisht, unë kam respekt. A i konsideroje nën e bab? I konsideroja dhe Biles atëherë ka qenë koha, po unë ndjeja dhe i flisja mami dhe babi. Vjerit e vjerës. Pavarësisht edhe vjera ka thënë mund të flasësh si të dëshirosh, por ne kemi krijuar marrëdhënie korrekte dhe normalisht unë i kam të rrit mami dhe babi. Në takim të parë, herën e parë që ke takuar me mami babi? Në fillim të rriqesha... Në fillim s'u ke thënë gjë, po ku ke thënë fjalën e parë edhe nuk dija domethënë si të flisja, por normalisht shumë shpejt i fola mami babi. Sa ashtu edhe i ndjeje. Shumë i ndjeve, po tjetër që. Po për të ndarë, së pari të them edhe poezinë që ke për vjerrit e më pas të ndalemi të marrëdhënia. Vjera, vjerri janë të mira dhe kur nuset bëjnë prapësira, thyej një gotë, thyej një pjatë, ngeli dollapi thatë. Por edhe ata kanë ca huqe, nuset të përrohen, bëhen flak të huqe. Por unë prapi dua fort, kush të do edhe të qorton. Është habishme të dëgjosh që e thot një nuse për vjerën e saj edhe flet si për prindrit e saj kur flet për vjehrit. E vërtet është. Të jesh njerëzor dhe të kesh domethënë dashurinë në zemër, normalisht duhet t'i trajtosh edhe vjerin dhe vjerën po të njëjtë. Domethënë të kesh dhe një marrëdhënie. Kështu ecën dhe marrëdhënia fjoll, mund të them. As e kam shqetësuar, as më kanë shqetësuar dhe kemi qenë domethënë shumë korrekt në marrëdhënien tonë. Cili mendon që është çelësi i suksesit marrëdhënies tuaj? Toleranca. Kush ka toleruar më shumë? Të dyja palët, domethënë, dhe më trajton si gocë, vjera dhe vjeri,
Vjeri aktualisht nuk jeton, para pak është ndar nga jeta, por më kanë trajtuar, faleminderit, por më kanë trajtuar gjithmonë si një bi, sepse ata kanë 2 djemë vetë, dhe normalisht më trajtonin si gocën e tyre. Ti ishe goca e parë. E preferuar, nusja e parë. Nusja e parë, që të djeshe edhe ti si në shtëpi. Po pas ka ndjekur kjo, se ata kishin 2 djemë, ju keni 2 djemë edhe ti besoj. Momentin e parë që do sjell djali një nuse në shtëpi, do trajtosh edhe ti si gocën tënde. Patjetër, po do tani ka ardhe kohë tjetër, po si të dëshirojnë, derën e kanë të hapur, zemra e nënës gjithmonë është e madhe e hapur. Gjithmonë ka vend për fëmijët edhe për këdo, tek shtëpia ime. Si ndihesh kur mendon për djalin? Tani është 20 vjeç edhe mund të sjell dikë ta prezantoj, nëse të ka bërë. Të ndihem shumë e lumtur kur ta bëj, të ndihem shumë e lumtur mezi e pres. Po është i fokusuar shumë në mësimet, sepse siç dihet Politeknikumi është dega inxhinieri elektrike, energjetike është e vështirë. Dhe shoh që në ato kushtet e tia i mbyllet me orë të tëra dhe studion shumë. Dhe unë her pas here nga i them, Daniel, shoqëro me shoqe dhe me shok. Gjikohen edhe për të. Gjej shoqe, mami, se është mosha fiks tani. Po, cili është më mistres nga ata, i madhi apo i vogli? I vogli, si zakonisht të veshlit. I vogli që kam kushtuar dhe fëmijëve, kalamajve vjershëm, edhe motrës vjershëm. Ka për të gjithë poezi. Ka për të gjithë nga pak. Cila është më veçanta për ty, si ka mamit, babit, gëzimi për borën, borim cake, festa e gruas, bora të gëzon si? Bora më gëzon shumë si fëmijë. Prap, është e lidhur me fëmijërinë se borës para bie shumë në male, bie këtu, po kur ka rënë ato 2-3 herë në Vlorë, normalisht unë e kam shijuar shumë dhe si apastërtia e bardhë e borës, ashtu e ndjej dhe unë zemrën dhe shpirtin tim të pastër. Dhe gjithmonë më frymëzon Zoti që asnjëherë nuk dua ta lë më njanë, domethënë fal Zotit, unë jam kjo që jam. Fal Zotit. Dhe të thash, po kishe dashurin, unë them se ke gjithë shka. I bën të gjitha. I ke të gjitha, po. Dhe gjë që mua gjithashtu, se sa kaloj një poezi, më bën sërish përshtypje, është kërshtuar edhe vlonjatëve. Dhe në këtë rast, po ndalem të një nga paragrafet, ato janë yjet nga Vlora, vajzat tona ja bëjnë fora, ndriçojnë me dashuri, kanë vlerë dhe ndershmëri. Si përshkruan vlonjatët në tërësi? Se tani ka shumë ndoshta mendime që qarkullojnë për vlonjatët, qoftë edhe nga ajo çfarë paraqesin, e tregojnë ti si një vlonjatët. Vlonjatët unë i njoh ashtu siç e kam përshkruar në vjersh dhe janë të mrekullueshëm. Pyll pa dera, patjetër, nuk ka, por vlonjatët dhe vlonjatet janë të mrekullueshme, janë të guximshme, kanë një zemër të madhe dhe janë të bukura dhe të mençura mbi të gjitha. Ajo çfarë po shikoj edhe në rrjetet tua sociale që ke thënë, nisa librin tim të parë. Kur thua nisa librin tim të parë, do të thotë që nuk është i vetmi, po mendon që të vijosh edhe më tej. Si e planifikon në kokën tënde, pavarësisht se nuk ka shumë që e ka parë dritën e diellit ky libër? Tani, rutina e përditshme, siç tham, është domethënë është e ngarkuar, është intensive dhe gjithmonë mendoj, po gjeta kohë patjetër që shpirti i poetit futet dhe nxjerr ndjenjen në dukje, ndjenjen e dashurisë, ndjenjen e çdo gjëje. Me penë, merr penën, merr letrën dhe ti shkruani rrëfen. Nuk e di vijshmërinë, e di vetëm Zoti çfarë mund të shkruaj. Aty ka dhe aforizma. Kush ka qenë personi i gjejmë dhe aforizmat? Kush ka qenë personi i parë që i ka lexuar? E kemi këtu, merre zgjidh. Merre zgjidh, po kam bërë 21 aforizma. Po së pari për personin e parë që ka lexuar? Personi i parë që i ka lexuar është djali im dhe shoqja ime ngushtë, me thënë të drejtën. Kleva që gjej rastin e përshëndes dhe shoqen time të ngushtë. Se më shkoi syri Pastaj Juli. Pastaj Juli. Ju t'ja kemi bërë surprizë. Po sepse Juli, me thënë të drejtën, asaj doja bëja surprizë, asaj dhe prindërve, se për ata ishte e para, domethënë. Se ke thënë që kushtuar të shtrenjtë vetëm prindërve, familjes dhe njerëzve të dashur që kanë hyrë rishtaz në jetën time. Po. Juli ka qenë jashtë shtetit dhe prandaj mua më desh domethënë që më botua më përpara një javë me vonese ka parë Juli domethënë. Shoqja, domethënë djali dhe shoqja ime dhe pastaj Juli direkt. Një nga aforizmat që mua më bëri gjithashtu përshtypje është: asnjëherë nuk kam përfillur ata njerëz që i kanë xhepat plot, kur parë zemrat e tyre bosh, u thash lëmosh. E vërtet? Ke dhënë shumë lëmosh?
për ta lidhur kështu? Po, deri diku po. Dhe shoh këtë në përditshmërinë që është e pashmangshme. Është e vërtet. Jap lëmosh që ata të ndjejnë dashuri dhe ta kuptojnë që dashuria është më e mirë sepse sa xhepat plot, kështu që normalisht. Një tjetër mesazh gjithashtu që shfaq mes aforizmash është e qeshura nuk do të thotë se je gjithmonë i gëzuar, ajo do të thotë se je një shpirt me karakter të fortë që ditë të buzëqesh edhe mes dhimbjes. Çfarë mesazh dëshiron të transmetosh edhe tek të gjithë ata që mund të kenë një moment të trisht, po nga ana tjetër nuk rrin dot pa e shfaqur? Ose nga ana tjetër, ata që shikojnë njëri që duket i gëzuar, mendojnë që hallet e tij nuk ka pse t'ia shfaqë. Tjetrit edhe të tjerët e marrin sikur është më i lumtur në botë, edhe nuk ka asnjë pikë halli. Është e vërtet. Tani, në moment dobësie ose në moment dhimbjesh, patjetër njeriu nuk di ku është, por duhet të marrë frymë, duhet të vendosë mendjen në punë dhe duhet të t'i drejtohet Zotit, sepse mbas çdo stuhie del dielli. Dhe mbas çdo dhimbje del e qeshura, del gëzimi. Kështu që si të ta them unë ty hallin, ose si të ma thuash, apo të them unë hallin tim haron të tëndin, thjesht t'i lehtësohesh për momentin, por çdo njeri duhet të ketë guxim ta zgjidhë vetë me forcat e veta çdo. Do kaloj. Çdo gjë kalon, është kalimtare. Absolutisht. Jo jetën. Dhe unë dua që në këto mesazhe të forta të mbyllim këtë bisedë që mua më shijoi shumë dhe shpresoj të ketë shkuar edhe tek të gjithë njerëzit ashtu siç e ndjem edhe ne, të marrin mesazhe të forta dhe ta shijojnë jetën se çdo gjë kalon. Dhe shumë suksese për librin, shpresojmë të kemi të tjerë, të kemi njerëz që duan kaq shumë njëri tjetrin. Faleminderit juve. Kënaqësi.